Normalisht demokracia ka lind në qytete, sepse qytetet janë hapësira e përbashkëta që duhet marrin vendime. Kjo është fatkeqësia. Pra emigrimi i madh dhe lëvizjet demografike prodhojnë edhe këtë, dëmtimi i strukturave sociale për shkak të komunizmit, edhe ajo ka dëmën e vet. Kështu që nuk është kollaj që Shqipërinë të ndërtojmë gjë nga hiçi. Prandaj më shumë përgjegjësi sa populli kanë elitat, sepse elitat e kanë pas mundësinë që edhe ta kuptojnë situatën, edhe të lëvizin më shpejt se sa shoqëria. Po elitat kanë punuar në të kundërt, në fakt një pjesë e madhe e atyre që ne i quajmë elita në fakt nuk janë. Nuk kemi elita, kemi diskutuar këtë. S'kemi elita. Megjithatë ne do bëjmë tonën ai sa kemi mundësi, s'kemi elita dhe nuk kemi shoqëri, nuk kemi përgjegjshmëri si shoqëri dhe prandaj nuk kemi edhe shoqëri civile. Ti e di shumë mirë këto fondacionet se çfarë janë monstra e njësoj si politikanët, i përdorin ato paret e fondacioneve për të vjedh, për të pasuruar, kanë ndërtuar gjithë vila, kaq harroje tash këtë punë. Po paktën t'ju themi që mos jemi të qetë me ndërgjegjen tonë. Se kuptoj që gjos kemi të rregulluar. Pyetja fundit Henri për Kosovën, çfarë mendon sot gjykata kushtetuese mori atë vendim që mori? Albin Kurti vazhdo me kokën e tij. Kush është mendimi juaj për Albin Kurtin dhe rrugën që po shka Kosova? Ka një izolim ndërkombëtar. State Departmenti kishte sot një deklaratë që hidh të poshtë gënjeshtrat e Albin Kurtit që kemi bërë bisedime për strategjinë e për këtë. Shiko, kjo është një temë që do ndoj shumë kohë që ne ta zbërthejmë, po më vjen keq që situata në Kosovë është ashtu siç është. Shpesh Kosova ka qenë shembull shumë i mirë për Shqipërinë. Tash jo më. Jo, në këtë situatë jo, për shembull sistemi zgjedhor në Kosovë është i jashtëzakonshëm. Ne po të kishim atë sistem zgjedhor këtu, situata politike këtu do ishte shumë më e mirë se ç'është. Ka disa gjëra që mua më pëlqejnë në Kosovë, qoftë nga populli i Kosovës, qoftë nga skena politike. Në këtë situatë s'ke çfarë pëlqej. Kjo situatë nuk është për të pëlqyer, unë dëshoj që dikush e pëlqen. Pra është një ngërç që duhet të ishte zgjidh. Kush është përgjegjës? Po aty është komplekse situata. Pra padyshim që kur e shikon nga larg, Albin Kurti është personi kryesor që ne shohim edhe e bëjmë përgjegjës atë, po aty është një parlament i tërë, është një parti, është një situatë dinamike. Në parlament është një realitet në qëndrimin me ndërkombëtarët, a duhet të ishte më diplomat dhe më bashkëpunues Albin Kurti, nuk shtrohet problemi ke drejt as ke drejt. Qa fuqie ke ti për të marrë drejtën tatë të kur ti varesh nga ndërkombëtarët, ti ke akoma atë të kombeve të bashkuara, rezolutën 1244. E ke në fuqi akoma. Shiko, pllaka është kthy. Serbët që në vitin 99 që s'dojtë me i pas me sy gjithë Europa i shifshin si agresor, si kafsh, si ashtu, tash ka dalë janë kthyer viktima. Do është një proces që ne po dështojmë. Unë jam i parimit, jo vetëm për Kosovën, që nuk do ishte aty ku është pa ndihmën e SBA-s, edhe pa ndihmën e Bashkimit Evropian dhe të britanikëve, por edhe për Shqipërinë. Ne jemi vende të vogla. Ne nuk e kemi luksin që të mos jemi të koordinuar me partnerë ndërkombëtar. Shqyqy që i kemi, sepse historikisht ne kemi pas vende armiqësore që nuk i kemi përballuar dot vetë. Pra lufta përballja me Serbinë është shumë e vështirë nëse Serbia ka mbrapa Rusin apo po edhe Serbia vetë mos ketë Rusin. Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme që ne të koordinohemi me amerikanët, koordinohemi me Bashkimin Evropian, koordinohemi me britanikët. Do të thënë këtë qendrim kam pas gjithmonë. Edhe mendoj që çdo politikan, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, duhet ta ketë si yllin polar. A mendon që dhe nuk është mungesë patriotizmi, e kundërta. Ky është patriotizëm.